Më thuaj moshën tënde që ke tani dhe të them kush është misioni jot në këtë moshë. Sepse çdo moshë përcakton pse kemi ardhur ne këtu në jetë, çfarë erdhëm të bëjmë çdo vit me jetën tonë. Atëherë, të gjitha këto janë nga informacionet e jashtëzakonshme të analizës të artës, të kontratës të shpirtit me kodet e dritës, vetëm me ditën e lindjes. Në numerologji, mosha nuk është thjesht një numër, është një pikë aktivizimi energjie ku jeta të rikthejnë tek e vërteta jote. Çdo periudhë është ose zhvillim ose ngecje. Dhe nëse nuk hyn në mësim, jeta fillon të shtyjë përmes krizave, njerëzve dhe situatave të ndryshme. Në analizën e artës të shpirtit të plot, bëjmë dhe analizën e destinacioneve të jetës, nga mosha 20 deri në 40, nga 40 deri në 60, dhe gjithashtu misioni më i madh është nga mosha 0 deri sa të largohet shpirti. Ndaj, në bazë të këtyre, pak a shumë do jap disa shembuj dhe dua të më shkruash moshën që ke aty poshtë, nuk është nevoja të kemi kompleks, sepse disa ne femrat e kemi. Unë mund t'ja u them moshën time, jam 56 vjeçë, jam e lindur në 8 mars 1970. Dhe asnjëherë deri më sot nuk e di ç'do bëhet më vonë, nuk e kam fshehur moshën time. Sepse nuk jemi mosha, jemi diçka tjetër, jemi aura jonë, jemi energjia jonë. Atëherë, për juve që jeni tani në këtë moshë, 25 deri në 27 vjeç, shikoni në çfarë misioni dhe mësimi duhet të jeni. Ju në këtë kohë, për këto 2 vjet, nëse 25 ta dish që deri në moshën 27 vjeç ke këtë mision dhe të përqendroni. Prandaj ky është parashikim dhe ndihmë, nuk është parashikim të shtjemfall. Del nga një jetë që nuk është e jotja. Do të thënë ky është mësimi jot. Shiko ku ti nuk vepron atë që do ti. Fillon të ndjesh diçka nuk shkon mirë ndër këto 2 vjet. Kjo nuk është jeta ime. Nuk jam në vendin e dur. Prandaj do fillojë konflikti i brendshëm, dua ndryshe, por jetoj si duhet. Do të thënë, tjetër kërkon, tjetër bën, por energjia do të çojë atje që do të shtyjë që ti të bësh ndryshime dhe të kuptosh çfarë po jetoj unë në këto momente. Në qoftë se ti i dëgjoni, shikon dhe nuk vepron, atëre gjërat do bëhen më të vështira. Prandaj, jam këtu për të ndihmuar në qoftë se je gati për të ndihmuar. Misioni jot është të gjesh veten tënde të vërtetë. Do të thënë të gjitha këto të ndodhin sepse duhet të gjesh veten tënde të vërtetë. Ku bllokohesh? Zgjedh komoditetin, bën kompromis, do të thënë atje bllokohesh. Ke frikë të jesh gabim dhe nëse nuk e bën këtë mision, do ndihesh sikur jeta po jeton jetën e dikujt tjetër. Ju që jeni në moshën 28 vjeç deri në 29, pastrim i fortë do të ndodhë tek ty. Shembet gjithçka që nuk është e jotja. Marrëdhënie, pune, rreth shoqëror, nuk është krizë, është çlirim. Nëse të ndodhin këto gjëra, do të thotë që ti ke hyrë në kanal pastrimi. Misioni është të lëshosh të tepërtën, do të thënë mban diçka të tepërt. Ku bllokohesh, do të thënë kur bllokohen gjërat. Kapesh pas të njohurës, ke frikë nga vetmia, shtyn vendimet. Nëse nuk e bën këtë, jeta do të të detyrojë ta bësh. Këtu jam meritacake, mentore, shkrimtare, terapiste shpirtërore, mësuese dhe trajnere e zgjimit kolektiv dhe zhvillimit personal. Jam analistri e artës të kontratës të shpirtit vetëm e ditën e lindjes, trajnere kush do t'i mësojnë të gjitha këto informacione të jashtëzakonshme dhe t'i përdori dhe në njerëz të tjerë. Gjithashtu do fillojmë dhe trajnime të ndryshme që të bëheni dhe ju terapistë, që të ndihmoni dhe njerëzit të shkojnë përpara. Gjithashtu jam dhe krijuese e akademisë
të dritës me programe 21 ditore që mund të punosh dhe të ndryshosh jetën tënde. Jam udhëheqëse e metodës të jashtëzakonshme që kam sjell për herë të parë në Shqipëri dhe këtu kam thënë, shikoni atë tek Rudina Magjistari, era e parë që kam ardhur në Shqipëri mbas 26 vjetëve këtu në Greqi, dhe shqipen e kisha akoma me zor flisnja, se tani po flas. Dhe shikoni dhe si mund ta zhvillojmë që ka të bëjë me sistemet familjare të bizneseve, me çdo problem të vogël apo të madh që ke për zgjidhje, dhe punohet dhe në individ dhe në grupe, dhe nga larg ndërmjet internetit, kudo që jeni në botë, por dhe nga afër, siç po vinë në Shqipëri dhe kësaj radhe do shkojmë dhe në Burrel dhe në vende të tjera, dhe jam gati jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë vendet e botës ku janë shqiptarët të vi, sepse është misioni im dhe shpirti erdhi të bëj evolimin dhe unë tani që e di, e shkoj këmba këmbës. Dhe analiza e artës të shpirtit kontra të shpirtit me ditën e ditëlindjes më ndihmoi të mësoj pse kam ardhur, çfarë do të bëj dhe ku do shkoj, atë misionin, paratë, të gjitha, karakterin, fuqinë e shpirtit, çfarë duhet të bëj, destinacionet, të gjitha, dhe kjo më ka bërë që të kem strukturë dhe të jem pikërisht në bazë të viteve, në bazë të moshës që kam, të bëj pikërisht atë që duhet bërë. Po e them dhe një shembull, dhe të tjerët do më shkruani në çfarë moshesh. Në ratë të parë këtu në TikTok do shtypni zemrën që të ktheni dhe juve dashurinë, të kuptojun që vërtet ju pëlqejnë këto video që po ju bëj të reja, dhe në të njëjtën kohë të më ndiqni në rrjetet sociale, në Facebook, në TikTok, në YouTube, Flutra me Fat 333 dhe në Instagram Merita Cake. Në qoftë se doni të mësoni më tepër për mua, mund të shkruani në internet Merita Cake në Google dhe do t'ju nxjerrë dhe emocionet televizive, do t'ju nxjerrë çfarë do që kam bërë unë deri tani për njerëzit. Dhe jam në vazhdim. Ju që jeni në moshën 30 deri në 33 vjeç, ta dini, mund t'jeni dhe 32 në këto momente, jeni akoma në zhvillim dhe keni mundësi, në qoftë se s'keni bërë asgjë, të ndryshoni jetën. Atëre, pika ku përcaktohet jeta jote, këtu mbyllet paraja, do të thënë keni probleme me para, marrëdhëniet dhe niveli i jetës. Energjia forcon gjithçka. Prandaj jam këtu të ndihmoj nëse kërkon ndihmë. Misioni jot është të bësh zgjidhje të vetëdijshme. Ku bllokohesh? Jeta jeton në provë. Nuk merr përgjegjësi, pret të qetësohesh vetë, pret të qartësohesh vetë. Nëse jo, më vonë do vraposh pas saj përmes krizave. Do më thënë, në qoftë se ti nuk i shikon këto bllokime, por jeton në provë, do më thënë, nuk ke vendosur çfarë duhet të bëj, çfarë duhet të marr përgjegjësinë ose marr përgjegjësinë. Kjo do të çojë që energjia nuk do na lërë, do të bëj pasaj që të vraposh, do të ndodhin kriza të ndryshme që ti të bësh ndryshimin e jetës. Po e them dhe moshën 34 deri në 36 vjet. Në qoftë se je grua, burr, në çfarë do që jesh në moshën 34 deri në 36 vjet, misioni që ke të bësh është sistemi dhe realiteti. Diçka nuk funksionon vetëm me frymëzim. Ose ke një sistem, ose ke një kaos. Do më thënë, duhet të hysh në sistem. Misioni për ty është të ndërtosh stabilitet ndërmjet këtyre 2 viteve, në para, në rutinë dhe në veprim. Ku bllokohesh? Vendime kaotike. Të kesh kujdes të mos marrësh vendime kaotike. Zvarritje dhe mungesë disipline. Nëse jo, në qoftë se ti vazhdon këtë, gjithçka fillon të shpërbëhet, do të thënë do shkatrohen shumë gjëra që kanë të bëjnë me paratë, me jetën, me rutinën dhe veprimin tënd. Prandaj është shumë e rëndësishme. Për të gjithë juve që doni të mësoni më tepër, në radhë të parë do t'i shkoni në përshkrim, këto janë pak nga gjërat që mësojmë, kërkoni artën e plotë të kontratës së shpirtit me ditën e plotë të ditëlindjes dhe për më tepër
ju pres data 22 prill në orën 8 ndërmjet platformës Zoom që të mësojmë më shumë dhe të bëjmë terapi dhe të merrni dhe juve